Afër 57.000 është shkalla e vjedhjes së votave që janë evidentuar gjatë rinumërimit të vetëm 1/4 së vendvotimeve. Këto gjetje kanë shtyrë të hënën Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të çojë në rinumërim të gjitha votat nga vendvotimet e rregullta. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi, pasi lexoi gjetjet e raportit të Këshillit për Operacionet Zgjedhore, propozoi edhe ndërprerjen e mandatit për përfaqësuesit e subjekteve politike në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në Prizren, aty ku janë hasur shpërputhjet më të mëdha të rezultateve. Sipas raportit, nga vendvotimet e rinumëruara në qendrën e numërimit të rezultateve, rezulton se pas rinumërimit në QNR janë zbritur nga rezultati 36.007 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në QKN. Po ashtu, pas rinumërimit u janë shtuar 20.978 vota kandidatëve, të cilat nuk ishin regjistruar sakt në qendrat komunale të numërimit. Të dyja propozimet u miratuan unanimisht. Antari Almir Saiti propozoi që të rinumërohen edhe votat nga diaspora. Kolegët e tij Sami Kurteshi dhe Muharrem Nitaj thanë se kjo nuk është e nevojshme pasi këto vota janë numëruar në QNR, aty ku po kryhet rinumërimi. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare u mbajtën me 28 dhjetor të vitit që shkoi. Në qendrat e votimit u numëruan votat e partive po atë ditë dhe dolën rezultatet preliminare. Nga 29 dhjetori deri me 3 janar, këto vota u verifikuan dhe u numëruan edhe votat e kandidatëve për deputet në komisionet komunale zgjedhore, që janë 38 gjithsej nga një për secilin komunë. Pastaj në qendrën e numërimit dhe rezultateve janë numëruar votat e tjera që përfshin ato nga jashtë me kusht dhe të personave me nevoja të veçanta. Të martën e kaluar, pas pranimit të një raporti ku ishin gjetur abuzime në QKN, KQZ-ja vendosi të çojë në rinumërim të gjitha vendvotimet në 10 komuna, e në 28 të tjera nga 10%. Para daljes në pa të problemeve me abuzimin e votave për kandidat, KQZ-ja pati parapar datën e sotme, 19 janarin për shpallje të rezultateve përfundimtare. Hulumtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës Eugen Cakolli ka përllogaritur kohën që do i marrë KQZ-s të shpallë rezultatet përfundimtare. Sipas tij, procesi i rinumërimit do i marrë së paku edhe 2 javë kohë. Pastaj afatet e ankesave lidhur me këtë proces 12 ditë, mundësia e apelimit në Gjykatën Supreme 2 ditë, e kjo instancë ka 5 ditë afat për vendimarrje. Cakolli theksoi se pas shtërrimit të këtyre procedurave dhe afateve, mund të shpallen rezultatet përfundimtare. Edhe këto më pas mund të ankimohen me afate të ngjashme sikur ato paraprakët, që në total mund të zgjasin deri në 13 ditë. Në skenarin më optimal, certifikimi i rezultateve mund të ndodhë gjatë mesit të muajit shkurt, e në rastin më të keq në fund të shkurtit apo tek në fillim të marsit, në varësi të vendimarrjes mbi ankesat potenciale. Vendi që një vjet është pa institucione mandat plota. Zgjedhjet e shkurtit të vitit që shkoi nuk rezultuan me formim të qeverisë, e përmbyllja e tyre të 28 dhjetorit ka të kaluar afatet e parapara. Kosova nuk ka buxhet të miratuar për vitin 2026 dhe për pak javë përfundan edhe mandati presidentes.